Përshëndetje, mirë se keni ardhur në Ultra Factor. Sot do të tregojmë për horoskopin e sotëm. Dashi, kjo ditë sjell një energji të fortë për dashin, sidomos në fushën e vendimeve personale. Do ndihesh më i vendosur se zakonisht dhe i gatshëm për të marrë iniciativa që i ke shtyrë prej kohësh. Në punë mund të shfaqet një mundësi e papritur që kërkon reagim të shpejtë, por mos vepro pa analizuar detajet. Financat janë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet impulsive. Në dashuri komunikimi shqelësi kryesor. Demi. Për Demin është një ditë që kërkon durim dhe qetësi. Rrethanat mund të mos ecin sipas planit, por kjo nuk do të thotë se rezultatet do të jenë negative. Në punë, një bashkëpunim kërkon kompromis dhe fleksibilitet nga ana jote. Financiarisht është momenti i mirë për të rishikuar buxhetin dhe për të menduar afatgjatë. Në dashuri, marrëdhëniet stabilizohen nëse tregohesh më i hapur emocionalisht. Partneri ka nevojë të ndihet i dëgjuar nga ju. Binjakët përballen me një ditë dinamike dhe plot komunikim. Mendja jote punon shpejt dhe idetë rrjellin natyrshëm. Duhet ndihmuar në punë dhe në biseda të rëndësishme. Është një moment i favorshëm, por prezantime dhe shkëmbim informacioni duhet të kesh. Financat kërkojnë vëmendje ndaj detajeve, sidomos dokumenteve ose marrëveshjeve. Në dashuri, dita sjell fat dhe gjallëri. Gaforja. Për gaforen, kjo ditë ka theks të fortë emocional. Mund të ndihesh më i ndjeshëm se zakonisht, por kjo të ndihmon të kuptosh më mirë veten dhe të tjerët. Në punë, intuita është aleati yt kryesor dhe të udhëheq drejt zgjidhjeve të sakta. Financat janë të qëndrueshme, por shmang huazimet ose premtimet financiare. Në dashuri, marrëdhëniet thellohen përmes bisedave të sinqerta. Luani ndriçon këtë ditë me vetbesim dhe energji krijuese. Është moment i mirë për të marrë drejtimin në situata profesionale dhe për të treguar aftësitë e tua. Në punë mund të marrësh vëmendje ose vlerësim nga të tjerat. Financat përmirësohen nëse vepron me mençuri dhe larg egoizmit. Në dashuri, pasioni është i pranishëm, por kërkohet edhe mirëkuptim. Virgjëresha. Përjeton një ditë organizuar dhe produktive. Detajet janë në favorin tënd dhe arrin të zgjidhësh çështje që kanë të shqetësuar. Në punë, përqendrimi dhe përpikmëria të sjellin rezultate konkrete. Financat janë të kontrolluara mirë, veçanërisht nëse ndjek planin tënd. Në dashuri mund të tregohesh më kritik. Peshorja ka nevojë për ekuilibër këtë ditë. Marrëdhëniet me të tjerët janë në qendër të vëmendjes dhe kërkojnë diplomaci. Në punë, bashkëpunimi sjell rezultate më të mira se sa veprimi individual. Financat kërkojnë kujdes në shpenzime për kënaqësi personale. Në dashuri, harmonia arrihet përmes kompromisit dhe dëgjimit aktiv. Akrepi përballet me një ditë intensive dhe transformuese. Emocionet janë të thella dhe të fuqishme, duket të shtyrë drejt reflektimit. Në punë, një situatë kërkon vendosmëri dhe diskrecion. Financat mund të përmirësohen përmes një ideje strategjike. Në dashuri, pasioni rritet, por kujdes nga xhelozia ose kontrolli. Shigjetari përjeton një ditë optimiste dhe plot lëvizje. Dëshira për aventurë dhe zgjerim horizontohesh është të theksuar. Në punë mund të shfaqet një ide e re ose mundësi udhëtimi. Financat janë të qëndrueshme, por shmang rreziqet e panevojshme. Partneri pret më shumë përkushtim. Emocionalisht ndihesh më i lirë kur ndjek të vërtetën tënde. Dita mbyllet me ndjenjen e shpresës. Britsjapi ka një ditë të fokusuar në përgjegjësi dhe objektiva. Në punë, përpjekjet e tua vërehen dhe vlerësohen, edhe nëse jo me njëherë. Financat krijojnë disiplinë, por stabiliteti është i pranishëm. Në dashuri mund të tregohesh pak i ftoftë emocionalisht, përpiqet të shprehesh ndjenjat. Partneri ka nevojë për më shumë afërsi. Një plan afatgjatë të jep siguri. Ujori ka një ditë kreative dhe të pazakontë. Idetë origjinale të ndihmojnë të dallohesh në punë dhe në rrethin shoqëror. Është moment i mirë për projekte. Financat mund të kenë luhatje, ndaj bëj plane të kujdesshme. Në dashuri kërkon liri dhe hapësie personale. Partneri duhet të kuptojë nevojën tënde për pavarësi. Beqarët tërhiqen nga personat e veçantë dhe mendje hapur. Peshqit përjetojnë një ditë të butë
dhe ndjeshmëria e tyre është e lartë dhe të ndihmon të kuptosh emocionet e të tjerëve. Në punë, në fushë artistike, financat kërkojnë kujdes, sidomos në shpenzime emocionale. Në dashuri, romantika është të theksuar dhe lidhjet thellohen. Partneri ndjen mbështetjen tënde shpirtërore. Beqarët mund të idealizojnë dikë, përpiqet të qëndrosh realist. Shëndeti përmirësohet nëse i kushton vëmendje qetësie mendore. Meditimi ose muzika janë të dobishme. Emocionalisht ndihesh më i lidhur me veten e brendshme. Kjo ditë të sjell paqe dhe frymëzim për ditët në vazhdim. Pra, 4 shkurti, energjitë kozmike ftojnë reflektim, qetësi dhe vendime të mençura. Është një ditë e përshtatshme për të mbyllur kapituj të vjetër dhe për të vendosur qëllime realiste për hapat e ardhshëm. Marrëdhëniet kërkojnë sinqeritet, ndërsa puna shpërblehet me durim. Dëgjojeni intuitën tuaj, mos nxitoni dhe ruani ekuilibrin mes mendjes dhe zemrës. Një qasje pozitive do t'ju ndihmojë të përfitoni maksimumin nga kjo ditë dhe të ecni përpara me besim. Faleminderit për çdo like, subscribe dhe koment. Mbështetja juaj do të thotë shumë dhe na motivon të sjellim përmbajtje, gjithmonë e me cilësore për ju. Vazhdoni të na ndiqni, të ndani mendimet tuaja dhe të bëheni pjesë aktive e komunitetit tonë.